ka të paprekshëm në magji. Të gjithë mund të preken. Çështja është nëse bie prej magjisë së bardhë apo magjisë së zezë. Mes dy të këqijave e keqja më e vogël është magjia e bardhë. Magjia e zezë mund të jetë fatale, siç mund të jetë magjia që bëhet në varre. Një shumë pak njerëz që i kanë mbijetuar kësaj magjie, kur kanë ardhur tek unë, ka qenë shumë vonë. Ata që bëjnë magji jetojnë me ju, janë njerëzit tuaj më të afërt. Motra, kunata, vjera, komshia. Nga askush nuk jeni të mbrojtur. Ata që keni më afër, ata ju bëjnë magji. Njerëzit më quajnë gjyqtari i magjive dhe xhindeve. Vinë tek unë kur dishojnë se ju kanë bërë magji. Në 90% të rasteve ua kam gjetur ku e kanë patë magjin dhe kush ua ka bërë. Kjo është një dhunti që e kam trashëguar unë nga babai nga gjyshi e kështu me radhë. Është një traditë e vjetër në familjen. Dhunti që e trashëgojmë brez pas brezi. Njerëzit na ngatrojnë me fallxhor ose magjistar, nuk jemi të tillë. Ka nga ata që thonë se marrim lek. Edhe kjo nuk është e vërtetë. Ne nuk marrim lek. Unë i ndihmoj njerëzit të gjejnë magjit e të rregullojnë jetët e tyre. Pastaj, kush ka më jep dhurata është tjetër muhabet. Ato nuk llogaritin. Aq shumë sa janë marrë me magjit, di çdo gjë. Jo vetëm për mënyrën si i bëjnë, por kam arritur të njoh edhe më shumë natyrën njerëzore. Ata që nuk i besojnë janë të parët që vinë, ose nuk e pranojnë që besojnë, ose nuk gjejnë ndërmarrje në asnjë vend tjetër dhe opsioni i fundit mbetem unë. Aty gjen shpëtim. Çështja nuk është a besojnë apo nuk besojnë njerëzit, mua nuk më shqetëson kjo. Magjit janë të ndryshme. Ka aq shumë sa nuk ju merr mendja, nga magjia e dashurisë e deri tek ajo e sëmundjes dhe përçarjes në familje, me qindra metoda për t'ju shkatëruar jetën, kunata kunatës, motra vllajt, komshiu komshies apo vjera nuses. Rrethi i afërt mbizotëron në bërjen e magjisë. Ai vjerave dhe kunatave më shumë. Rastet e nuseve të reja që vinë tek unë ka pafund. Një prej tyre që e kam të freskët ka ardhur para disa ditësh. Sa herë mundoi të flinte, diçka e mundonte. Kur erdhi tek unë, tha ndje ankth diçka që më shtrëngon në gjoks dhe çohej me trembur. Kishte shkuar tek mjekët, i kishte marrë me radhë nga kardiologu tek psikologu, por asnjë nuk i kishte dhënë zgjidhje. Kur erdhi tek unë, ishte e pashpresë. Kish menduar hajde ta provoj edhe këtë. Edhe pse nuk besonte fare në këto gjëra. Nuk ishte vetëm shtëngimi që ndjente në gjoks. Ajo betoi se kishte një trysni në shtëpi që ajo e ndjente, por nuk e shpjegonte dot. Nuk jetonte dot e qetë në shtëpinë e saj, edhe pse nuk ishte vetëm. Ishte me burrin dhe vjerrën. Me vjerrën tha shkonte shumë mirë, me burrin jo. Kur binin në shtrat nuk kishin asnjë afrimitet me njëri tjetrin. Kishte nisur xhelozia dhe nga një vajzë e re plot energji ishte bërë shëndetlik. Çdo javë zinte krevatin. Sa erdhi e pyeta, si shkon me vjerrën? Sa shumë mirë, ajo më trajton si vajzë, e ka humbur burrin para shumë vitesh dhe vetëm një djalë ka. Vetëm neve na ka. I thash, nuk ju ka vetëm juve, e sigurt që thirrte xhindet. A flet gjumë vjera? E pyeta. Ka probleme me gjumin, tha. Çohet shpesh natën, ose rri zgjuar në dhomën e saj, se kur çohem e shoh që ka dritë në dhomën ku fle ajo. E kuptova menjëherë që ishte pikërisht vjera që i kishte bërë diçka. Sa u fut në dhomë, pa i thënë akoma dorën, e ndjeva që e kishte jo vetëm në shtëpi personin që i kishte bërë magji, por magjin e mbante me vete. E kishte me vete kur erdhi tek unë. Syt më shkuan tek çanta që kishte në krah. E pyeta direkt, ke kohë që e ke atë çantë? Tha po. E mbaj gjithmonë. Ja mora çantën, ja zbraza dhe kontrollova për xhepa ose të qepura brenda leckës. Kjo është më e zakonshme. Brenda copave të çantave krijohet një xhep, zakonisht qepet, futet nuska dhe qepet prap. Nuk e kisha gabim. Mora një gërshër dhe preva copën e çantës dhe aty gjej në lecë të vjetër të palosur dhe brenda saj flok, thonjë dhe gjilpër. Ishte aq rënditse sa nusja re mu palos në tokë sapo e hapa. E këshillova të shkonte në shtëpi e të kërkonte në dyshek, sepse magjia ishte aq e fortë sa me do e mos duhet të kishte edhe në një vend tjetër. Erdhi sërish dhe më tregoi se në dyshek kishte gjetur të njëjtën leckë, veç kësaj here ishte me njolla gjaku. Kjo e kishte bërë t'i ndalonin periodat dhe përpasoj nuk mbetej dot shtatzën. Po kjo është nga më të letat, e nisa me këtë se kisha të fundit. Por kjo nuk është asgjë me ato që më kanë parë syt. Magjit me sende të vdekurve dhe magjit në varre janë më të rrezikshmet. Shkojnë deri aty sa marrin jetë njerëzish. Ka shumë mënyra se si bëhen. Arsyet pastaj janë nga më të ndryshmet. Përfundimi është i njëjtë, të shkatërrojnë jetën e njerëzve deri në vdekje.
Kam patur njerëz që në shtëpitë e tyre nuk ndalonin vdekjet e fatkeqësitë dhe kjo ka ardhur pasi obori shtëpisë për ata që kanë shtëpi private ose hyrja e derës për ata që jetojnë në pallat, spërkatet me ujë nga varri i personave të vdekur. Kjo bëhet me qëllim që në shtëpitë ku bëhet magjia të ketë sa më shumë vdekje. I vdekuri të tërheqë të gjallët. Përveç ujit dhe baltës nga varri ka dhe shumë rite të tjera. Gratë shkojnë në varre dhe bëjnë rituale prej magjistarësh për ta lëshuar magjin kundër personave që duan. Këto kanë dalë edhe në lajme, i keni parë ato raste në Durrës? Nuk kam më përralla aty, janë të vërteta. Mua më kanë ndodhur disa raste, një prej tyre në varret e Kavajës. Burri i shtëpisë erdhi tek unë mik pas miku. Ishte shqetësuar kur kishte parë në internet për rastet e varreve që vendoseshin gjilpëra. Tek varri vëllait të tij kishte parë edhe ai gjilpëra, por nuk i kishte rënë në mend se mund të ishte diçka shqetësuese deri kur shpërthyen lajmet. Erdhi tek unë dhe më tregoi historinë e tij, histori tragjike. Vet ishte i martuar, kishte 2 fëmijë, ishin 3 vëllezër dhe 2 motra, 5 fëmijë. Një prej vëllezërve kishte vdekur nga një aksident tragjik në lulet e rinisë. Vëllai tjetër ishte i martuar gjithashtu, por nuk kishte fëmijë. Kishin tentuar disa herë, por nusja dështonte. 2 motrat të martuara dhe ato me burrat e fëmijët në shtëpitë e tyre. Prindërit jo kishin vdekur njëri pas tjetrit brenda pak muajve. Ishin mirë e bukur, asnjë sëmundje, asnjë gjë. Mamaja kishte vdekur në gjumë, babai duke punuar në kopsht e kishin gjetur të vdekur. Shtëpia kishte mbetur këtij që erdhi tek unë, se ky i kishte mbajtur prindërit. Një ditë kur kishin shkuar tek varri vëllait, kishin gjetur 4 gjilpëra të vendosura tek koka e varrit. Nuk kishin gjilpëra të zakonshme. Më tregoi foton e kuptova më njëherë çfarë kishte aty. Ishin 4 gjilpëra të masive të ndryshme. Njëra ishte me kokë të madhe me një spango të bërë nyje, tjetra ishte më e vogël dhe ishte e djegur, ndërsa 2 të tjera të vogla fare. Mesazhi ishte i qartë. Gjilpërat ishin 4 anëtarë të familjes. Gjilpëra më e madhe ishte burri i shtëpisë. Pastaj gruaja e mandej, më të voglat ishin fëmijët e tyre. Më e tmerrshmja që dridhem edhe sot kur e kujtoj ishte se gjilpërat e vogla kishin marrë një tkurje, ishin si gjysmë harku. Kjo tregonte se magjia mbi fëmijët ishte aq e fortë sa në fillim kishin vepruar mbi gjilpër. Nuk të vënonte koha që larg qoftë të bindemi ta. Unë jam shumë i ndjeshëm tek fëmijët dhe e përjetova shumë keq. Mora edhe babain atë ditë. Nuk këshillohesha kurrë me babain se ai ishte plak e nuk merre më. Po më duhej ndihma e tij. Ishte i vetmi moment që edhe unë vet pata frikë nga ajo magji. Frikë jo për veten, frikë nëse doja dilja të shpëtoja fëmijët. Ju a merr mendja kush ja kishte bërë? Kunata. Po ju e merrni me mend se jeni të jashtëm dhe mund t'ju shkojë mendja tek kunata. Po ata që e kanë pjesë të familjes nuk ju shkon mendja kurrë. Sidomos kur kanë marrëdhënie të mira me njëra tjetrën, ose të themi marrëdhënie korrekte kunatash. Po ky nuk ishte rasti, me sa duket nusja e vëllait kishte mbjell një xhelozi jo vetëm për familjen që kishte ndërtuar me 2 fëmijët, por edhe pse ju kishte mbetur shtëpia, pasi prindërit ja kishin lënë atyre edhe motrat nuk kishin kërkuar pjesë. Nusja tjetër e shtëpisë nuk ishte shumë e lumtur me këtë fakt dhe çfarë kishte bërë? Kishte mallkuar gjithë shtëpinë. Magjia mbi ta ishte vjetër, shumë e vjetër. Për mua dhe babain ishte mrekulli se si ata mbajshin akoma në këmbë. Përveç problemeve martesore, ndryshimeve të çuditshme të humorit, shëndeti nuk ju ishte cënuar. Me sa duket nuk ishte rradha e tyre. Magjia kishte mbaruar punë me pleqt në fillim. E them këtë sepse përveç gjilpërave në varreza, në shtëpinë e tyre kur shkuam bashkë me babain, gjetëm një të çarë në kokën e krevatit tek dhoma ku flinin pleqt. Aty kishte sërish gjilpëra të futura në një top balte, si dhe shumë flok dhe penj të bërë nyje. Pasi pastruam shtëpinë, shkuam direkt në varreza për të pastruar gjithë vendin. Sot familja është mirë, fëmijët janë shumë mirë. Unë përëndis disa nga historitë më të rënda e më të zakonshme, se halle ka shumë, nuk na mjaftojnë një jetë, jo më një emision. Po për shembull, magjia me vezë është shumë e shpeshtë dhe e fortë shumë. Kam raste që më kanë ardhur dhe ju kam gjetur vezë në themelet e shtëpisë, në muret ndarës të dhomës së gjumit gjithashtu. Kjo e fundit bëhet që çifti të mos ketë fëmijë. Mundohen të zinë me vite për fëmijë dhe gjindja ju bën magji. Është gjëna shumë, po edhe për vajzat beqare vendosin dryna në valixhe që t'ju mbyllet fati për gjithmonë. Ka qenë një vajzë e shkreta, po që vajzë në mund, grua tamam, ishte grua po hynte në të 40-at, ishte akoma e paprishur, si i thoni ju tani, e vigjër. Të gjitha rastet që kishte i prisheshin rrugës. Familja tentonte t'i gjente dikë, sa bëhej prezantimi, diçka shkonte keq. Familja tjetër nuk e pranonte ose dhëndi kishte pretendimet. Kishte tentuar të njinte
edhe vetë, por asgjë, i zhdukeshin marvrisë si me magji. Po ishte alamet gruaja dhe me shkollë, çudi e madhe. Kur erdhi tek unë, se nuk gjente dot dërman, direkt mendja më shkoi tek valigja. Shumë shpesh në valigjet e vajzave beqare vendosin dryna. Kjo bëhet të mos i hapet fati, por jo vetëm tek valigjet që mbajnë gratë, po çdo valigje në shtëpi ose çantë, nëse ju vendosin dryna, s'keni gjën të rrezi. I thash kësaj gruas mban ndonjë çantë ose valigje në shtëpi që nuk e përdor? Po, më tha, mbi dollap mbajmë disa valigje dhe çanta. I thash, shko tek valigja më e madhe që ke dhe kontrolloje mirë. Nëse gjen ndonjë gjë që nuk e ke futur vetë, ma sill. Iku dhe u kthye pas 3 ditësh me një drymë të mbyllur. Si arrin ti gjesh magji? Ky tani është sekret profesional, po edhe sikur unë t'ju thoja që mi tregojnë xhindet, ju nuk do ta besoni. Në Shqipëri bëjnë shumë magji. 90% të magjive unë i kam zgjidhur. Më kanë ardhur të bëj edhe magji për keq. Nuk kam pranuar. Jo se nuk di të bëj. Ai që di të zgjidhi magjit di dhe t'i bëj, por unë nuk dua të hyj në këtë pjesë t'i bëj keq dikujt, ose më mirë të them të ndryshoj fatin e dikujt. Më kanë ardhur shumë njerëz edhe të famshëm që duan të bëjnë magji të dashurve. Janë gra kryesisht. Njëra për shembull e njihni të gjithë, ka qenë edhe në Big Brother. Erdhi tek unë dhe kërkoi që t'i bëja magji një djali, kjo donte që ta kishte vetëm për vete dhe ta linte shtatzën. Erdhi më tha, bëj diçka që t'i lidh këmbët, ta kem vetëm për vete. Këta të famshmit për kështu dashuri çka zhvin. Pastaj janë edhe politikanet që vinë e kërkojnë vota. Po jo vota nga unë, kërkojnë të bëjnë nuska dhe dhe rituale që t'i vërsul gjindet partisë kundërshtare. Sa ka, do pa takseni ta merrni vesh kërkesa kanë, vinë edhe me foto. Sa foto ministrash e deputetësh më kanë ardhur në shtëpi që të lënë gratë të martohen me këto që më vinë, sekretarët mbajnë numrin 1. Ato duan të kalojnë nga sekretare në grua. Janë dashnore në fillim e pastaj kërkon të bëj magji që politikanët të lënë kokën pas tyre. Po kur vinë edhe gratë, ka patë raste që njëta foto më ka ardhur edhe nga dashnorja, edhe nga gruaja. Të dyja kanë një qëllim, ta kenë për vete, edhe se merr vesh gratë. Këto janë për të qeshur, por ka raste që vinë edhe të bëjnë gjemën, t'i sëmurin burrat që të marrin pasuritë. Kanë patur edhe kështu situatash kur gratë kanë tentuar të bëjnë magji burrave me rrobat me djersë që ua këndojnë, gjakun e menstruacioneve që ua hedhin në ushqim. Aq e fort mund të jetë sa burri të zërë edhe shtratin. Sa herë vinë, ju them, po ikni se s'jam unë për këtë punë. Unë gjej magjit dhe largoj xhindet. Nuk pranoj asnjë nga këto. Unë vetëm shëroj, nuk mallkoj.